Shqipëria avion të mbetet vendi i çuditërave, ata që akuzohen për korrupsion dhe që janë në qeli kandidojnë për deputet, ndërkohë ata që dyshohet se kanë korruptuar pushtetarët vijojnë normalisht aktivitetin duke mos u hyrë gjem në këmbë. Një prej tyre është Fatmir Bektashi, biznesmeni kontrovers që ka ditur të luajë të gjithë gurët. Sa ishte Berisha në pushtet e ka mbajtur mirë me të, duke ndarë aksionet e kompanive me Jamar Bërmalltezin. Fal kësaj aleance, Fatmir Bektashi ndërtoi me 10 pallate te toka ish kompleksit Partizani. Por pasi iku Berisha dhe erdhi Rama, Bektashi duket se u forcua edhe më shumë. Në vitet e fundit ai dhe kompania e tij Kontakt kanë marrë pafund leje ndërtimi, duke betonizuar jo vetëm Tiranën, por edhe Pogradecin, Dajtin apo Farkën. Momentalisht Fatmir Bektashi është me 2 dosje në SPAK. Ai akuzohet për korrupsion aktiv dhe pastrim parash te rasti i kompleksit Partizani si edhe te dosja Erion Veliaj. Te rasti i parë, dosja është mbyllur dhe ka shkuar për gjykim, ku pritet vendimi i gjykatës. Te rasti i dytë hetimet vijojnë, po ashtu te rasti i kompleksit Partizani është vënë në akuzë dhe vet kompania Kontakt, ku akuzohet për pastrim parash, por edhe pse dosjet janë mal në SPAK, Bektashi ka hapur disa kantier ndërtimi dhe vijon punën me shpejtësi. Te kompleksi Mangelem 21 Alidem prej shumë muajsh po punohet intensivisht dhe janë ngritur 7-8 pallate dhe puna avion. Pak më herët mbaroi puna edhe te rezidenca Kaimi pak më sipër. Në Fark po ashtu vijon puna. Aty janë ndërtuar mbi 50 vila në atë që quhet kompleksi Aba. Po ashtu Bektashi ka shtrirë tentakulat edhe në Dajt, ku ka ndërtuar rezidencën Oksa, ku edhe aty janë planifikuar 8-9 godina. Ndërkohë që masakra do të jetë në Pogradec, Bektashi ka marrë leje ndërtimi për të ngritur pallatet e zona mes Drilonit dhe Tushemishtit. Puna nuk ka nisur, por Kontakt ka nisur shitjen në ajër të apartamenteve. Nga gjithë kjo ngrihet pyetja, si ka mundësi që një njeri me 2 dosje shumë voluminoze në SPAK, i akuzuar për korrupsion dhe pastrim parash, merr kaq shumë leje ndërtimi. Vetëm në Tiranë Bektashi ka ndërtuar në 10 zona, por nuk duhet të çuditemi. Jetojmë në Shqipëri.